Ato që nuk e bën gjatë paradites, deputetët e Partisë Demokratike e bën në Komisionin e Ligjeve, ku kanë gjetur si argument kërkesën për dorëheqjen e kreut të kuvendit dhe janë larguar nga mbledhja. Sa kohë jemi përpara akuzash kaq të rënda. Dhe për sa kohë kryetari i kuvendit vazhdon të ushtrojë funksionin e tij për të fshehur pas këtij funksioni dhe kur kryeministri gjithashtu i mban ison në të njëjtën valle, sigurisht që puna e parlamentit nuk mundet të ketë normalitet. Vendi i kryetarit të kuvendit të zbrazet derisa dalë e vërteta mbi një akuzë monstruoze, zbarin deri në fund nivelin deri ku ka arritur krimi në Parlamentin e Shqipërisë dhe në majët e ekzekutivit. Kështu që ne nuk mund të vazhdojmë të jemi pjesë e një vazhdimi normal të mbledhjes së komisionit. Për kreun e Komisionit të Ligjeve, fakti që nga komisionet të tjera nuk ka pasur braktisje tregon për një lloj dyqëndrueshmërie brenda kësaj force. Dhe ajo që më çudit më shumë mua është që përfaqësuesit e opozitës në këtë këshill ku bëj pjesë edhe unë ndër të tjerë, janë shprehur pro qëndrimit që ka sjellë prokuroria. Tash unë se kuptoj me kë janë. Kur janë lart janë me variantin e prokurorisë, kur janë poshtë janë me variantin e partisë. Me sa duket, edhe për brenda opozitës nuk janë shumë të qartë se çfarë duhet bëjnë dhe se si duhet ta bëjmë. Po sakrifikojnë një sër projekt ligjesh të rëndësishme që kanë të bëjnë me interesat e qytetarëve në kurizë të një kauze të dështuar. Me vendimin e Partisë Demokratike nuk u bashkuan Demokristiani Nart Ndoka dhe deputeti i PD-s Muedini. Mungesa e opozitës nuk e pengoi shumicën të miratonte 3 projekt ligje, midis të cilëve edhe ato të pensioneve shtetërore suplementare të personave që kryen funksione kushtetuese dhe të punonjësve të shtetit, që u prezantuan nga ministri Veliaj. Një ndryshim thelbësor që sjell ky ligj është rritja e moshës së daljes në pension për funksionarët e lartë nga 55 në 60 vjeç. Ndërkohë që mosha e pensionit për qytetarët është rritur ndër vite dhe do vazhdojë të rritet gradualisht pas vitit 2032 deri në vitin 2056. Propozojmë që edhe mosha e daljes në pension për funksionarët e lartë kushtetues të rritet me 5 vjet pas hyrjes në fuqi të këtij ligji.